që neve na frymëzojnë çdo ditë këtu në diasporë, janë fëmijët tonë. I gjithë këtyre event që ju e keni pas sot, është që ne i tregu fëmijëve tonë traditat edhe kulturën tonë shqiptare. Besoj që buzëqeshja e tyne sot edhe vallëzimet e tyne kanë tregu gjithçka. Do me thonë, unë mendoj që ne këtu në diasporë përjetojmë dy fish, festat e